Aleksandar Vučić, njeriu që manovron mes lindjes dhe perëndimit me mjashtrinë e një ekuilibristi politik, ka rënë përfundimisht në grackën që vetë ka ndërtuar. Rafineria e vetme e Serbisë, pronë e kompanisë NIS me kontroll rus, ka ndaluar punën për shkak të sanksioneve amerikane. Mungesa e licencës për importin e naftës bruto e ka lënë në cirkulim të ngrohtë rafinerinë, ndërsa vendi përballet me krizë të afërt furnizimi. Vučić në fjalimin e tij emocionale të tensionuar, paralajmëroi se vendi i Washingtonit nuk sjell asgjë të mirë, duke përmendur rrezikun për gjithë sistemin energjetik dhe logjistik të vendit. Vučić në një fjalim emocionale të tensionuar, paralajmëroi se vendimi i Washingtonit nuk sjell asgjë të mirë, duke përmendur rrezikun për të gjithë sistemin energjetik dhe logjistik të vendit. Por ajo që nuk tha, është përgjegjësia e tij direkte në këtë situatë. Për vite me radhë, ai ka lejuar që një infrastrukturë strategjike si NIS të mbetet në duart e interesave ruse, duke refuzuar diversifikimin energjetik dhe pavarësinë reale nga Moska. Tani pas dyerve të mbyllura të rafinerisë, qëndron hija një aleance me Rusinë, që po i kushton Serbisë jo vetëm ekonomikisht, por edhe diplomatikisht. Kriza e nisur në Pančev nuk është vetëm çështje e Serbisë, ajo është këmban alarmi për të gjithë Ballkanin Perëndimor. Furnizimet, çmimet dhe stabiliteti energjetik janë në pikpyetje, ndërsa aleancat e vjetra po digjen me të njëjtën naftë që dikur premtonte siguri. Vučić nuk mund të luajë me të dyja palët. Koha e manovrave përfundoi. Nafta ka nisur të digjet dhe me të edhe miti i stabilitetit të tij.